ka lindur prej poetëve. Dashuria është tempulli i botës, thot poeti Xhevair Spaiu. Dashuria është e dukshmja që shihet në dritën e të dashuruarit. Dashuria është burg dhe pranga. Dashuria është kopësht dhe trëndafila dhe liri. Dashuria është gjithçka. Dije, madhështi, lartësim. Prandaj, vetëm kërkuesit e së vërtetës, e ata që janë të pastër shpirtërisht, e njohin rrugën e dashurisë. Ishin këto citatet të shkëputura nga poeti Xhevair Spaiu dhe poeti persian Rumiu. Por, çne këta dy poet pikërisht në studion tonë. Është e pamundur për distancat, për kohën dhe pozicionin të cilin jemi. Por në fakt, jemi me poetin Albert Abazi, dhe ky është vëllimi i tij i fundit, Ujku i Marsit në internet. Janë pikërisht citatet në fillim të librit të tij, këto që sapo unë theksova pak më parë. Miqtë e emisionit Poetikum, jemi sërish së bashku dhe do të jemi së bashku në minutat në vazhdim, duke shpresuar që të vim tek ju sa më ngrohtë, emocionalisht, duke përcjellë tek ju mesazhin e ngrohtë të fjalës poetike. Për të gjithë ju dhe ne së bashku, poeti Albert Abazi. Mirëmbrëma Albert. Mirëmbrëma, mirësojgjeta. Faleminderit për ftesën. Albert, sapo citova pak më parë dy citatet shkëputura nga poeti Xhevair Spaiu dhe poeti persian Rumiu. Në fakt, ende pa e njohur shikuesin me vargjet tuaja, unë nënvizova këto dy citate, këto thënie. Mund më japësh një argument përse ke zgjedhur pikërisht ta dhe përse elementi i dashurisë? Shiko, ai libër që ju keni dorë është në vetvete libri i dashurisë. Dashuria nuk ka nevojë për hyrje, sallone, parathënie, mendime, ajo vepron. Kështu që në vend të parathënies, unë vendosa fjalët e Xhevos dhe të Rumiut. Xhevairi është Gurion, Rumiu Xhevairi i poezisë persiane, i asaj që sot shkëlqen si margaritar, i jetës, i pasërtisë, idealit të dashurisë.